Shko Redi, për të plotësuar gjithë dëshirën tënde, një gjë dua ta them që në kryeterës. Mua të çohem këtu e të them që nga trafiku që bëhet lart e poshtë merr pasaport, fjala bia amerikane, gjermane, franceze, angleze, kështu me radhë, domethënë nuk e bëj dot. Sepse me sa di unë, Redi, unë di pak, nuk di aq sa ty, me thënë drejtën. Po me sa di unë, domethënë, që të merresh me trafik droge, nuk është shpërblim dhënia e pasaportës atyre vendeve. Po kaq, edhe një herë, Redi, edhe një herë, se ky është problemi jot dhe i partisë tënde, që gjërat që i keni këtu, i mendoni të vërteta. Ai për cilin po flet, ka marrë pasaport si azilant politik, ndiqet penalisht për çdo aktivitet tjetër, po jo për trafik droge. E kupton? Domethënë, vëre mendje në punë dhe mos prodho budallëqe. E dyta gjë, ti duhet të jetosh 100 vjet dhe të zgjidhesh 100 vjet të rresht deputet që të flasësh për bujqësinë sa që kam folur. Është shumë e rëndësishme kjo. Sepse me thënë drejtën, nuk do të mjaftoj jeta, Redi. Nuk do të mjaftojnë as lekët, nuk do të mjaftojnë as tokat, nuk do të vinë ndihmë as Greqia, që të flasësh për bujqësinë siç kam folur. Dhe e fundit gjë që kam me ty, Redi, kur vezët, domatet, kastravecat, që janë ushqim, janë edhe prodhimi i vlefshëm i atyre burrave dhe grave që punojnë në ato toka ku ti, me thënë drejtën, nuk e shkuar ti shohësh ndonjëherë, i gjuan për kundrejt njërit dhe tjetrit, po patjetër si do shiten ato. Të dalësh nga mëngjes deri në darkë siç del ti, e të thua që domatet janë me pesticida, kastraveci është me ure, e kjo gjëja tjetër është me, ku diun, veza është nga pula e sëmur, po patjetër që s'ka kusht i blej ato. Dhe e fundit gjë që dua të them, euro ke bujqit ndikon patjetër tek inputet bujqësore, Redi, që janë gjitha të importit. Dhe duhet ndikojnë në ulje, jo në ngritje. Po ti nuk e kupton dot. Redi nuk e eksporton bujku, e eksporton eksportuesi. Dhe deri më sot është shumë e rëndësishme për të kuptuar një gjë që besoj unë do të të vlej, se inxhinier je, nuk e lidhje me këtë pjesën tjetër. As me bujqësinë, as me ekonominë tjetër, sa arrin ta kuptosh. Po deri më sot e kanë mbuluar gjithë të humbje, e kanë mbuluar eksportuesi dhe nuk e kanë mbartur tek bujku. Do jetë merr i madh kur ta mbarti tek bujku. Po ti nuk e kupton akoma këtë gjë, sepse nuk shkon të blesh ndonjëherë në pazar, Redi. Nuk shkon të blesh ndonjëherë. Bëj një herë qoftë edhe për